Është një recet super e shpejt, nuk ju merr fare kohë, e për më tepër jam e sigurt që nuk do ta ndani gjatë gjithë verës, pasi bëhet super e shijshme. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 4 speca, piper i zi, 4 djath thishkrir ose djath bebe, 2 lugë gjelle me miell, krip, vaj ulliri, 200 ml qumësht, 2-3 thelpinj hudhër edhe piper i kuq. Gjë e parë që do bëjmë është sigurisht do presim specat. Nuk do t'i presim as shumë të vogla as shumë të mëdha. Unë i ndaj herë kështu në gjysmë. Edhe më pas e pres kështu në këtë lloj forme. Kam marrë specat kuq se më pëlqejnë me pak tul. Po ju mund të merrni çfarë speca të dëshironi ose t'ju ndodhen në shtëpi, nuk ka asnjë lloj problemi. Mbaruam edhe me specin e fundit. Ndezim vatrën në një tigan, ku edhe do skuqim specat, hedhim pak vaj ulliri edhe hedhim specat për të skuqur. Ndërkohë që specat fillojnë të skuqen nga pak, ne do i kthejmë her pas here. Unë i preferoj shumë specat dhe i gatuaj shumë. I preferoj si në dimër, si në verë. Po, vera kërkon gjellë të lehta në përgjithësi dhe këto janë receta ideale për këtë stil. Ndërkohë që duan edhe pak të skuqen, unë do t'i hedh pak hudhra, pak krip, edhe pak piper të zi. Do vazhdojmë që t'i përzihen. Tani ndihet një aromë mrekullueshme, që nuk i lë të skuqen shumë të digjen të thanë. Më pëlqen kur janë kështu tulen. Tash më ka ardhur koha që t'i hedhim 2 lugët e miellit. Dhe do vazhdojmë t'i përzijmë e t'i skuqim për pak. Pasi i kemi përzier mirë me miellin, do t'i hedhim edhe 200 ml qumësht. Do vazhdojmë që t'i përzijem. Ndërkohë bëjmë gati edhe djathin bebe. Djathi bebe në fakt i jep një shije shumë të veçantë. Dhe ju e dini edhe pse sjell shumë receta me speca, asnjëherë nuk i sjell njësoj njëra me tjetrën. Dhe tashmë do t'i ul temperaturën në fund fare. Do i përzij dhe do i hedh edhe pak piper të kuq. Do e fik vatrën, sepse ka nxehtësi vet. Do t'i lëmë edhe 1 minutë, edhe recetën e kemi gati.